kryesore amerikane që kryen këto misione janë 5-6 ditë larg. Më e afërt në është në Kinë, tjerat kanë qenë në Venezuelë. Është rasti më i volitshëm për ndryshim regjimi. Pa diskutim, pas asaj që ndodhi në Venezuelë, gjithkush e njeh forcën goditëse të ushtrisë amerikane. Irani më shumë se çdo vend tjetër. Për 25 minuta asgjësuan të gjithë mbrojtjen kundërerore dhe për herë të dytë sistemet kundërerore të mbrojtjes kineze dhe ruse kanë dështuar. Këtë radhë janë ngritur persët, nuk janë ngritur pakitat kombëtare si herë tjera. Numri i varëve mund të jetë 2000 deri në 12000. Çdo jetë ka vlerë. Se i nda kështu, zoti Papa. Urdhëro? Janë ngritur persët, jo shumica të tjera. Po persët Se i nda kështu. I ndaj sepse persët janë shumica aty vendi, kultura e madhe. Më parë, po çfarë ndryshon kjo? Ndryshon që shumica është kundra mollave. Janë ndjekur xhami, janë ndjekur godina shtetërore, pra është revolucion. Problemi është që kush do të vijë the day after. Ajatollahu e di fundin, e di se ku amerikanët e dinë se ku është, do ta shtyjnë që taratistët shkojnë drejt Moskës. Rast më të mirë për të dhënë fund një regjimi antipopullor dhe diktatorial nuk ka. Ato pastaj deklaratat që ne do të bombardojmë bazat amerikane, thuajse nuk kanë asnjë vlerë. Natyrisht që ata në mënyrë të dëshpëruar mund të sulmojnë me raketa ndaj Tel Avivit, por këtë radhë është shumica e njerëzve që janë zgjuar. Ka shkuar aty ku nuk mban, fakti është që një superinflacion shumë i madh dhe duket që agjencitë e huaja kanë ndikim. Ka pasur një telefonat të Witkoff, i cili është në fakt sekretari i shtetit de facto, me princin, djalin e Shahut, për të parë modalitetet. Europa nuk po ndërhyndet për deklarata si duhet. Duhet ndihmuar një popull që është shuar revolucion. Mbas rënjes Venezuelës, në platformën e magës amerikane dhe Trumpit, është pikërisht të shkatërrohet kjo trojka anti-amerikane, dhe kjo do të ishte qershia mbitore. Kuba bie vet. Qartë, zoti Papa, iranianët duket se liderin e tyre të ardhshëm e shikojnë brenda teritorit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, apo përgatit SBA-ja atë që do të theq Iranin në vitet në vim? Ky është problemi. Opozita janë ata që janë në Shqipëri që janë marksist, por që janë të organizuar. Dhe qofse futet nuk është e lehtë, dhe Trump, po ta shikosh se si u sot në Venezuelë, kërkon një lloj stabiliteti, jo rënje drastike me njëherë. Është e vështirë nation building, me bërë si bën dikur në Irak. Por e them edhe një herë që është nuk janë arab, janë një vend me kulturë shumë të madhe dhe kanë ngelur të ndarë nga bota që nga koha e një presidenti aventurier si Carter në 79-ën. Ka kaluar çdo cak. Por reagimi i tyre, regjimi është shumizor. Fakti që godasin pa paralajmërim, vrasin njerëz dhe i hedhin në rrugë sikur të jenë kafsh, apo dënimet me varjet e tregojnë qartë. Ata po luftojnë, por nuk e kuptojnë realitetin. Realiteti është që shumica e popullit nuk i do më. Qartë, zoti Papa, nëse do të bëjmë një analizë gjeopolitikës, kush përfiton nga demonstratat, nga vrasjet, pra nga ky kaos, nga ky konflikt në Iran, në gjykimin tënd? Përfitojnë armiqtë e tij në zonë, por ashtu si kur iku Shahu, në 79-ën pati të vrarë. Në Iran, në këto vendet e lindjes mesme, gjithmonë përmbysjet janë gjakta, fatkeqësisht, sepse nuk ka se si të ndodhë ndryshe. Por amerikanët duan që të kenë kontroll në atë zonë. Dhe Irani, me lidhjet me Kinën dhe me Rusin, ishte bërë një kundërshtar armik ndaj superfuqisë të vetme Amerikës. Por Wall Street Journal dje kishte zoti Trump mos bëj gabimin e Obamas. Obama vendosi një vit kuqe, vija kuqe u kalua dhe ju dha në paletën rreth 1.5 miliard dollar, në fakt që ishin dollarët e ngrira, me shpresën që ta demokratizonte Iranin. Gabimi ishte shumë i madh. E majta amerikane dhe tani këtu në Senat dhe Kongres bëjnë një lloj paralajmërimi që Trump nuk mund të shkojë në luftë pa marrë aprovimin ton, por nuk ka pse të ketë luftë. Mund të jetë lufta kibernetike, ndihmat janë të shumta, do të goditen disa baza, do të goditen ato ndërtesa ku njerëzit janë ngritur në revolt. Fakti që Trump tha ndihma
po vjen tregon që ai mbas briefing që ka pas me Këshillin e Sigurisë Kombëtare ka ndarë mendjen. Ndërkohë Ankara e zyrtare, Turqia, Erdogan, thotë, kujdes, nuk duhet ndërhyrje ushtarake dhe madomendje që mesazhi ka qenë drejt për Trumpin dhe për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai sa pyetet Kallas apo ndonjë burokrat e BE-s pyetet Erdogan për politikën e jashtme amerikane. Ai flet më shumë për votuesit e tij. Ai flet për votuesit. Deklarata e tij flet për Erdogani bën pjesë të ata lider që e din se ç'fund mund ta pres në qoftë se kundërshton donin, por diskursi për votuesit e vet dhe me politikën e madhe dihet. Erdogani nuk ka ndonjë rol në politikën e madhe, por në atë zonë natyrisht janë problemet që kanë shiitët dhe sunit se kush do të sundoj. Do të ardhë në vëmendje çfarë thot Tel Avivi. Atyre intereson një Iran i dobët, një Iran i coptuar, të mos jetë një Iran i fortë, por një Iran demokratik është në favor të gjithë botës përparimtare dhe demokrate, sepse nuk do të ketë më çmime të çmendura të naftës dhe nuk do të kontrollohet nga Kina dhe Rusia, dy armiqtë e Perëndimit. Lëm më janë Iranin, dalje pak dhe Groenlanda deri në shtëpi kanë shkuar planet e Donald Trump, zoti Papa. Unë kisha një bisedë me ambasadorin Bolton, e kisha për televizionin tim dhe Amerika do ta marrë Groenlandën, nuk ka rëndësi mënyrat se si, thot ambasadori Bolton, unë mund të them disa, problemi është që të dalë nga lajmet kryesore dhe të bëhen tratativat në mënyrë siç bëhen nga pas. Boltoni ka qenë i interesuar dhe ka studiuar këtë në mandatin e parë dhe ishin thuajse për ta marrë. Kur është bler Alaska, që kërka bler dhe Groenlanda, po Senati se ka aprovuar. Në 47-ën ka kërkuar ta marrë Trumanin. Në kohën e nazistëve kanë kërkuar dhe të pushtohen nga Roosevelti për të shpëtuar. Ka një pakt në 51-shin dhe ka pasur 17 baza ushtarake. Jetojnë 50.000 njerëz. Mjafton të dërgohen 20.000 ose 30.000 trupa amerikanë dhe Groenlanda i zdan. Trump e do për atë domin ajror. Por duke qenë një real estate, një ndërtesaxhi, ai kërkon ta blejë, jo me lis. Se si do të ndodh, unë shikoj lidhjet europiane janë të friksuar. Do të ishte skandaloze që NATO të përplasej me Amerikën, se NATO ushtri reale vetëm Amerikën ka dhe Turqinë. Nuk mund pikërisht pra, si mund zgjidhet kjo në paqe, se jo vetëm NATO, në mes, por gjithashtu edhe Europa thotë. Europa do t'ia dorëzoj Trumpit. Nuk ka rëndësi modalitete, do t'jetë asociacion, territor amerikan, ka disa lloj modalitetesh. Vetë fakti që aty kanë qenë 17 baza ushtarake, në qoftë se shkojnë 5-6 baza të reja, në qoftë se ai heq sa ushtar nga Gjermania dhe e çon atje, kush do ta kundërshtoj Trump? Askush. Retorika e tij, mënyra se si flet, është pak e frikshme dhe diplomatike. Por njerëzit u mësuan me Trump. Mbasi tha do të marr Kanadan, mbasi do të marr Panaman, tani është përqendruar këtu. Por vetë ai është kontradiktor kur thotë, kjo mund zgjidhet për punë javësh, por mund të marrë shumë kohë. Unë them se me bisedat liderët evropian do t'i japin një zgjidhje, sepse ai nuk ka faj, ka drejt, nuk mund të lejohet Kina dhe Rusia të zotojnë Arktikun. Po ta shikosh nga ana gjeografike, duket shumë larg nga Danimarka dhe është më afër Kanadas. Por varet se si e shikon hartën, sepse po e pe nga poli, larg të gjithë janë afër Groenlandës. Tani ti je realist, popullsia janë në ujtë. Dhe edhe unë do të toja në rasi konkret, një të gjithë thotë edhe Kina, se ta marrë Shubaja. Po, Kina të tregoj që se sa e dobët është Kina, shiko sistemin kundërajror që pati edhe në Iran dhe në Venezuelë. Përse Kina nuk e merr Tajvanin e vogël, nga kush ka frikë? Nuk është Kina aq shumë sa duket. Natyrisht, nga ana ekonomike Kina është rritur shumë. Ka pasur një surplus rreth $1 trilion, pse ka pasur tarifa. Por edhe Kina ka probleme, sepse në qoftë se nuk shet në tregun e madh amerikan, si çdo qeveri tjetër, bie. Dhe Kina ka një tjetër qasje, Kina nuk godet e parë, janë më të zgjuar. Do të pranojë realisht, pse nuk tikuan në Venezuelë. I ka ndaluar gjithë naftën, i shkon me Kinës dhe Rusisë. E kuptuan që don't play games with them, mos bëj lojra me Trump. Dhe Trump tregon që nuk ka frena. Ka disa urvatje. Venezuela, Maduro ku është?
Maduro nuk është larg në Brooklyn, në një burg ordiner aty ku i takon tjetë, si trafikant. Si vjen procesi ndaj tij? Do të vazhdoj me muaj, për mua dënohet minimumi 40 vjet, ashtu siç u dënua Ortega, por sinjali është për Madurën e Ballkanit, për gjithë diktatorët. Ky është sinjali më i madh. Dhe zgjuarësia, CIA që organizoi këtë sulm të madh, e bindi donin që jo ndryshim regjimi. Të vazhdojmë të keni stabilitet me këta që e shitën Madurën, që kanë qenë pjesë e regjimit shtypës dhe gradualisht të kalojnë tek ato që mund të quhen zgjedhje demokratike. Nesër, fituesja e çmimit Nobel, kryetari i opozitës Machado do të takojë Trump. Janë dy femra, Rodriguez Mizore dhe Machado. Trumpi ka problemin që ajo mori çmimin Nobel dhe i duket sikur e ka vjedhur atij. Ka dhe një problem tjetër me Trump. Teddy Roosevelt, presidenti i madh, ka fituar një çmim Nobel me luftën me Japoninë dhe çmimi Nobel është vendosur në Shtëpinë e Bardhë. Kanë frikë se Trump do ta marrë medalin. Kështu thonë. Si do ta marrë? Shtëpia është e tij. Shtëpia është e tij. Presidenti Polk ka qenë presidenti që e ka zgjeruar 3 fish sipërfaqen amerikane nga ana territoriale. Nuk ka pasur portret të Polkut në Shtëpinë e Bardhë. I ka bërë kërkesë Kongresit, i jap 2 Reagan, më jep një Polkun. Shenjë simbolikisht nga ai. Dhe këtë pikë ka ardhur transaksioni, edhe instikti një Ai Trump po ngulmon që të lërë gjurmë. Nuk për ne duket diçka jo diplomatike. Maduro njëherë ka lënë gjurmë, apo jo? Pastaj pse e morën si e morën, ha debat. Jo e morën. Suvereniteti i një vendi. Jo, e morën siç e meriton. Nuk ishte president legjitim, s'kishte imunitet. Çdo kush që ka një mandat arresti, çdo kush çdo kush që ka një mandat arresti, do është zoti ta ketë Rama një ditë, e marrin si qenë, nuk pyet Amerika. Nuk është legjitim kur 60 vende nuk janë ninin zgjedhjet si president. Dan. Dhe nuk është precedent, ka ndodhur me Noriegën. Këtë e ditë të gjithë. Dhe operacioni ushtarak ishte brillant. Asnjë amerikan i vrarë, teknologji e re, natyrisht që CIA ka punuar gjatë, por ajo që ishte testi i ushtrisë amerikane për sistemin e raketave 300 rusë që e ka Erdoğani, 0. Kinezët 0. Ushtria amerikane, e cila kërkon të ketë një buxhet 1.5 trilion, jo e frikshme, shumë potente. Irani e provoi vetë kur i shkatruan për 20 minuta. Ndaj me këtë superfuqi, e cila kërkon që hemisferin e perëndimit ta ketë vetën, edhe pse Trump mbase vetë nuk e di doktrinën Monroe, po i pëlqen kur i thon Monroe, dhe askush nuk e kundërshton, nuk mundet. Natyrisht që le hapësira, ka edhe këtu e Marta që thot Kina mund të marrë Tajvanin, ju falë Rusisë, Ukraina, këtë janë gjitha me if. Nuk dihet. Në kohë me Rusinë ç'po bëhet? Me Rusinë edhe Ukrainën duket se është në një plan tjetër, në plan dytësor. Do të jetë Witkoff më duket në një takim me Putin, po se çfarë u diskutohet edhe për çfarë janë ulur të rrjedhës ka ende pikpyetje të mëdha. Ajo që ndodhi me vullnetarët e Macronit në Francë nuk dhasin rezultat. Duket që Trump kërkon vetëm paqen dhe duket që po toleron Putinin më shumë se ç'duhet. Por është i vetmi që po përpiqet bëj diçka. Imagjinoni të ishte Kamala Harris. Disa thonë është i fortë dhe të doptit. Kush janë doptit? Maduro. Si që nga i doptit Maduro? Ka nga Austri. Pyetsu ata që ka qenë i fortë, si mundi që bosi i karteleve drogës të merrej ashtu të rëmbej, të katapultohej nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Po sepse ka superfuqi që të merr. Edhe kjo nuk është vetëm për Madurën, është për gjithë Madurët në botë. Forca amerikane nuk vjen në diskutim. Problemi është kur vendos për të ndërhyrë. Si ashtu me Putin. Nëse s'është kjo, nëse s'është në temi Putini ka i forti, çfarë është? Dhe jo, Putini ka 6.000 mbushje përfamore, nuk është problemi se në Venezuela. Me Putin dhe me Kinën nuk mund të janë 3 fuqitë e mëdha që por Putini e di që për 15 minuta mund të ketë fatin e Sulejmanit. Këtë e di sakt. Amerikanët mund ta bëjnë. Natyrisht që ata që kanë platformën e madhe të djathtës amerikane duan edhe një dobësim të Rusisë. Rusia është federal, ka 20 republika. Duke vazhduar lufta, edhe pse është e gjaktë në dëm të Ukrainës, edhe Rusia ka psuar humbje të mëdha ekonomike dhe Putin po bën betejën e jetës, tu ka ku shkon. I duhet kjo luftë të mbajtur pushtetin. Problemi është
mbas Putinit se si do të ndodhë me Rusin. Do të kemi një Rusi demokratike të përfshirë në Europë, apo do të vazhdojnë ta konsiderojnë armik. Rusia e Putinit nuk është Bashkimi Sovjetik. Ky është fakt. Por ai është një diktator, është një kriminal lufte dhe meriton për mua më keq se sa Maduro, por problemi që me Rusin nuk mund sillesh nuk është aq e lehtë. Por Putini e di forcën amerikane. E fundit, Nobeli vjen Trumpit nëse çon paqen në Ukrainë, apo mund ta marrë edhe për një veprim tjetër? Të majtët e norvegjistë nuk i japin kurrë Trumpit Nobel, nuk besoj. Ai e ka një fiksim. Trumpi këtu është votuar nga ne, nga 77 milion amerikan, Amerika e parë. As për Ukrainën, as për Gazën, as për Venezuelën. Dhe ai e di këtë shumë mirë, ndaj dihen Detroit foli për ekonomi. Në qoftë se ekonomia nuk funksionon deri në zgjedhjet e mesmandatit, humbet Kongresin dhe fillojnë hetimet ndaj tij. Unë dua që Trump, siç u soll me Maduron, të kthejë vëmendjen nga Ballkani, nga personi arabo-kinezi global që po i bën sfidë Amerikës, duke ditur se sa e fortë është ky vend. Dhe këtë do dëshiroja unë. Besoj që me ligjin e ri të Kongresit do të kthehet vëmendja nga ne. Zoti Baba, falenderoj, bisedë shumë interesante gjithmonë me ju. Pushimet e verës në Greland vitin tjetër. Do shikojmë kush do ta kontrollojë. It's done, man, it's done. Faleminderit.